Të ishe drejtuese e SPAK, kë do arrestoja? Ka do arrestoja unë, gjithë me radhë. Një emër? Një emër, më të parin, kryeministrin e me radhë, gjithë. Çfarë kanë bërë këta politikanë që Kanë bërë që na kanë shkatru jetën gjithë dhe na i kalun, na i kënë fëmija në emigrim, i kemi malë me i pa me sy. Kam 10 vjetë që si shoh me sy. Ku, në qa vëndi keni? Ku i kam rrugëve të botës, pa dokumenta, pa si gjanë. Jemi veni sigur, jemi këte, jemi ande këtu, therën, vriten, priten, nuk me rëgjon vesh se ku ata për veti i kanë vënë, i kanë palos, i kanë vënë stivë. Ne të shkretët i kemi malë kalamajt i shikojmë mësë. Mirë po, prape mori votën ai. Po e votën, pra votën e mori se e ka marrë veta edhe popli e donë atë. Ky popull donë Enverin, kaq. Enverin që t'ja bëje kamën fyt. Pra ka ministri Baras me Enver? Me Enver Hoxhën, kaq. Ne s'rregullojmë, ne ngrihemi motrë dashur vetëm për karikat e atyre, ama për drejtat e tona. Se jena tu shtyp për drejtat e tona, punës, asnjë gjë ne nuk i kërkojmë, por ne kërkojmë karikat e atyre. Kaq. Faleminderit. Asnjë gjë.